të njëjtat fyrje, të njëjtat propaganda, të njëjtat goditje të ulta. Herë po e bojnë vetë, e herë po e bojnë përmes prokseve të tyne, që e kam botash edhe një aleat të tyne PSD-n. Po du me përmend rastin tem, kur jem konë në kuvend, du me thonë të njëjtat komente që ti i merë në Facebook. Se qytetarët nuk mujnë me dëgju atë pjesën që diskutohet aty prej deputetëve, për arsye që nuk kanë mikrofona ndez. Të njëjtat fyrje që bohen komente prej militantave të vetë vendosjes, të njëjtat i kanë bo ministrat, deputet, zëvendës kryeministrat, identike, pa asnjë filter, të njëjtat fyrje, të njëjtat propaganda, të njëjtat goditje të ulta, që merren prej militantëve që ty të vjen marrë edhe me i lexu, e lemo me i shkru, ti ke dëgju prej personave që udhëheqen me venin. E tash po kthehen atë kjo që a duhet me u financu. Natyrisht që duhet me u financu. Gjatë kësaj kohës së fundit, këta më të e përdor edhe një metodë tjetër. Herë po e bojnë vetë, e herë po e bojnë përmes prokseve të tyne, që e kam botash edhe një aleat të tyne PSD-n. Çka bojnë tash këta përmes proksive të tyne, se këta pak ma të shkath, se ma tri kështu e këta lëvizjave të vendosje ka fillu kështu me ju plak gjenerata e rej politike që e kam pos në 2010-ën, ata kanë edhe një pjesë e tyne e trive pa të nshku në PSD, e tash këta përdin me umor ma mirë pak me teknologji, se edhe ma tri në mosh, se e përmenëm që ma të sofistikun soj përket këtyne jënë mosha e re. 10 rapostime të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shembull, nëse shohin që një postim i ka marrë 8.000 ose 10.000 lajka. Çka bojnë këta? Hin edhe i blejnë 10.000 lajka të tjerë me haha. Ata janë krejt indonezian, ose ajo ka kosto për me blej ato. Kush këta? PSD-ja. Edhe sa i blejnë? PSD-ja. Edhe që tash çka ke rasti ma që sharak, edhe që dollën zbulut. Ishim me një takim, edhe do me thonë, e pom që erdhen lojkat në foqen e kryetarit të LDK-s, lojka fals, indonezian. As 3 minuta, 4 minuta nuk kanë shku prej momentit që kanë ardhë lojkat në foqen e kryetarit të LDK-s, veç kur e ka postu Natyra Kuqi videon, që na ju punani në televizione, e dim so ku të merë për me montu një video. Do me thonë, e kam pos videon e gatshme, e kam pos tekstin e gatshëm, veç i kanë qu lojkat, e kam prit deri so kanë dollë lojkat në foqen e kryetarit të LDK-s Lumer Abdigjiku, edhe bam kanë dollë me video, qek qëreni këta që shpëblejnë lojka, do me thonë, edhe që kjo tash është një metodë që mos me e marrë mo të rëndësishme. Nëse një video merë shumë lojka, mos me qenë ajo more relevante, mos me qenë njësi matëse, për arsye që del edhe thët që po këta pi blenë qëto lojka. Edhe Natyra Kuqi, Paris, e ka bo një video dhe ka dalë edhe ka thonë që edhe mu LDK-ja po mblenë lojka. Po ku LDK, po dhe, se do me thonë na e zbulum, se do me thonë ke për 3 minuta, nuk më nështi për 3-4 minuta, A ka thonë edhe mu, a mu? Nuk më nështi për 3-4 minuta. Ajo ka thonë që ja kanë dërguar lojkat në postim të saj. Shta tregojnë, e krit skemën se jo morë me këtë gjatë. Hajta, më tregon që shblehen. Po. Ja, që shblehen e din... Hajde. Së dëja. Po, ju vish ta tregoj qka ka ndodh me PSD-n, se shumë interesante, qka ka ndosht me bo. Tash, në momentin, kur na e kemi zbulu se dollën hopta se gabune postun videon shumë shpejt, edhe e morëm vesh na që ata janë të e bo këtë farë pune. Edhe tash na dollëm edhe ju thamë që hej, që të punin të e bo jo, se ju nëzënëm. E tash që kanë bo këta, shpejt kanë kanë bli lojka dhe vetit, ju e qëre LDK ashtë nga bli lojka dhe neve. Së merët LDK me këtë punë. Kur së morë LDK me këtë punë. E dini ju shumë mirë edhe dim krejt qytetarët e Kosovës, së merët LDK me bli lojka. Ne e kemi pos një se reagune dhe diso eksponentë të tjerë, thanë që edhe në 2025-ën. Të po të Paris që krejt lojkat që vinë prej Indonezisë dhe vendeve të tjera në faqen e ju, jo për tjerve? Jënë prej PSD-s, ju prej të tjerve. Ekskluzivisht prej PSD-s, ka emër edhe mbi emër PSD. Edhe
janë krejt në shërbim të kurtit, jo që aty një u pengon Lidhja Demokratike e Kosovës, se s'kam punë ata me Lidhjen Demokratike të Kosovës, se ata nuk janë as parti pretendente për me hyrë në parlamentin e Kosovës. Që na i sjellën Mirë po. tavolinë, këgja pretendent janë Pares. Mirë po, ata përmes urdhrave, përmes direktivave të vetëvendosjes, ekskluzivisht janë të marrë me Lidhjen Demokratike të Kosovës.